Jemi sot në hapjen e njërën prej rrjetit të banatorëve të Ozon Farmaci. Në vendin ku kem ndru lokacion, do të thotë në Dragodan, momentin që kem marrë me hapjen e klinikës 3, e kem patë të nevojshëm, do të thotë që në këtë perimetër ka qenë mëse nevojshme me hapë edhe një banatore. Sot do të thotë jemi këto, jemi gjithë realisht me klinikën, mirë por nuk do të thotë që jemi të destinuar vetëm për klientelën e klinikës, do të thotë që merrem me mbjelljet floku. Banatoria ka me qenë funksionale edhe do të thotë është banatore përgjithshme. Kështu që furnizimin si shpesheni e kemi, do të thonë top. Ideja është të ndër e kam maqë me imja. E kam cek shpesh në për intervista tjera që puna ime parë ka qenë banatore, do të thotë unë jam edhe teknike farmacisë, kështu që e kam bajt për një 23 vite këtë ndër, edhe e kam pas kudo që shkoj me klinikën, e kam pas do të thotë sesionim për me hap një banatore, mirë po jo tash këtë pjesën që kem mendu do të thotë me bo rrjetin zinxhir të banatorëve. Përveç do të thotë kjo është pika parë, synojmë edhe shumë shpejt do të jetë rrjeti zinxhiri Ozon Farmaci në tërë Kosovën. Pjesa e Ozon Farmaci, e cila që është në kuadër të klinikës, mirë po i presim gjithë, do të thotë, ka me qenë banatore e përgjithshme, edhe i presim gjithë do të më shërby. Kena me pas kujdesin edhe cilësinë e punës njëjtë që kemi pas deri tash sikur te klinika. Kemi startu me një staf që jam tepër e kënaqur, edhe po shpresoj edhe vazhdojmë një jetë mbar.